Kryeministri Edi Rama zhvilloi sot një bashkëbisedim me fermerët e Krutjes në Lushnjë mbi rritjen e investimeve në bujqësi, lehtësitë e reja fiskale, si dhe risitë e skemës së re kombëtare për mbështetjen e këtij sektori. Vetëm duke u bashkuar, secili fiton 30% më shumë. Është llogari e bërë. Vetëm në prodhim, bashk në shitje. Secili ka tokën e vet, por ama kur del në treg bashk, krijon mas, krijon fuqi negocimi për çmimin, krijon garanci dhe krijon qëndrueshmëri. Drejtuesja politike e Partisë Socialiste të Qarkut Fier dhe deputete Belinda Balluku tha se fal punës së fermerëve, por edhe mbështetjes me subvencione të qeverisë, janë rritur investimet. Kemi zgjedhur këtë ferm kryeministër pasi dy burra me eksperiencë të ndryshme në jetë, siç është Erion Bufasi dhe Afrim Çela, kanë vendosur të bashkojnë forcat. Erioni e ka nisur vetëm me 2 dynym dhe sot ka 30 dynym, ose ndryshe 3 hektar, dhe së bashku me Afrimin bëjmë 5 hektar në total. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Anti Salla deklaroi se rritja e prodhimit bujqësor dhe forcimi i mbështetjes për fermerët mbeten prioritet kryesor. Dua të theksoj këtu mbështetjen e cilët ne ulim koston për çdo sipërfaqe të mbjellë. Nëse deri vitin e kaluar kemi marrë një masë e cila deri në 2025 300.000 lekë të vjetra në sipërfaqe të mbjella me 1.5 hektar, siç e kemi dhënë dhe shembuj të tjerë për naftën, kjo arrihet që këtë vit vetëm me faturimin i cili ne kryejm, 10% të faturimit që ne duhet i paraqisim tek tatimet çdo 6 muaj për të marrë këstet të cilët ne do t'i vlerësonim shumë nëse ju do t'i mblidhni dhe t'jeni të formalizuar. Ndërsa Ministri i Financave Petrit Malaj theksoi se buxheti për bujqësinë është pesëfishuar gjatë qeverisjes së mazhorancës socialiste. Si mund të thuaj që nuk është bërë mjaftueshëm për bujqësinë, kur kemi trefishuar sipërfaqen e serave. Dhe për vitin 2026, modeli që qeveria po tenton të ndërtojë është një model i cili do të mbështesi drejt për drejt fermerët. Vetëm për këtë vit, neve kemi parashikuar rreth 31 milion euro subvencione. Kemi parashikuar 20 milion euro grante. Kemi vënë dispozicion garancinë sovrane 30 milion euro. Garanci e cila mund përdoret nga gjithë ju fermerët, mund përdoret për kredit buta, kredi të cilat mund merren me 2%, ku shteti garanton 70% të vlerës së kredisë. Në fund të takimit është theksuar se financimi dhe mbështetja synojnë të nxisin pikërisht bashkëpunimin mes fermerëve, duke mbështetur ata që kërkojnë të rriten, të forcohen dhe të zhvillojnë jo vetëm prodhimin, por edhe përpunimin përmes projekteve konkrete.